Kryeministri Edi Rama nuk kursehet çdo ditë ndaj partive të reja. Nga Burrelli së fundmi, ai akuzoi sërish ato se po tentojnë të marrin rolin e LSI-s. Duke treguar se diçka shqetëson kryeministrin, sinjalet janë se Rama u trembet sondazheve, duke parë 4 sondazhet kryesore. Shqipëria bëhet, Partia Mundësia dhe Lëvizja Bashk shkojnë së bashku nga 14 në 18%, një shifër mjaft interesante. Nëse do ishin bërë bashkë, do të kishin siguruar shumë deputet. Por edhe të ndara duket se trembin kryeministrin, i cili duket se ka lënë pas Berishën dhe Bashën dhe po godet të rinjt. Se që janë ca që kanë dalë që thonë jemi parti të reja. Janë thjesht formacione që të re kanë vetëm moshën e kryetarëve. Janë nga njëjta farë që polli ndjes pas LSI-n. Çfarë na duhen e këta? Këto farëra që pa dalë akoma veza thonë që nëse ne do ta kemi në dorë, do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Ne kemi në dorë fatin europian të Shqipërisë dhe nga një anë kemi një kënet dhe një buf kënete. Një njeri lodhur dhe harron kryefjalën që ka dhënë dhe del me një kallëzues tjetër dhe nuk lë gjë pa thënë për popullin e vet, sikur vin nga një diktaturë afrikane dhe nga ana tjetër kemi këta të tjerët. Si mund u lihet në dorë fati i vendit këtyre, u shpreh Rama? Por si kuotohen në sondazhe partitë e Shehajt, Lapajt dhe Qorit? Partia Mundësia dhe Nisma Shqipëria bëhet shfaqen si forca politike me potencial real për të kaluar pragun elektoral. Mundësia varion nga 5% me Klaflin deri në 6.5% Noto, ndërsa Shqipëria bëhet arrin deri në 9% sipas Pjepolit, por bie në 4.2 sipas Meklaflin, ndërsa Lëvizja Bashk me mbështetje që sillet nga 0.5% Pjepoli deri në 2.4% Barometri. Sinjalet janë se këto parti mund të marrin disa deputet, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qarqe të tjera dhe kjo ka shqetësuar B-blokun. Të dhënat e sondazheve, Partia Mundësia Barometri 6.3%, Meklaflin 5%, Pjepoli 3.5 deri 5.5%, Noto 6.5%. Shqipëria bëhet, Barometri 6.7%, Klaflin 4.2%, Pjepoli 7 deri 9%, Noto 5.5%. Lëvizja Bashk, Barometri 2.4%, me Klaflin 1.1%, Pjepoli 0.5 deri 2.5% dhe Noto 2%.